Në Kosovë, për momentin, kemi shumë mungesë të trajnerëve cilësor, edhe nuk e di njëri ata a janë trajner, a janë analista, a janë eksperta, sepse këta janë disa trajnerë që i qesin prej ligës skuadrat edhe dalin në studio televizive i japin mend edhe këshilla Silvinios. E tek ne ekziston një gjë shumë e keqe që trajnerët e sulmojnë shumë njëri tjetrin, që është shumë shqetësuese. E ka një lloj jo xhelozie, po një lloj sikur ndjen të kërcënuar nëse vjen një trajner i Shqipërisë në Kosovë, po në anën tjetër s'kan faj se Ilir Doja kur erdhi, këtu i lënë gjithë pa punë. Domethënë për 3 vjet qa bëri ai këtu, s'kan arrit ta me bo për 25 vjet. Ja, Flori, për gjithë ju që pëlqyet këtë episod, gjithë prodhimet tona gjeni në YouTube të Kandale, na ndiqni, bëni follow, 7 vjet fati mirë dhe mundësia për fituar një arush.